Shkupi dhe Beogradi së shpejti pritet të firmosin një marrëveshje për shfrytëzimin e ambasadave të përbashkëta në disa vende të huaja. Kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski ka sqaruar se qëllimi i kësaj iniciative është që të ulen shpenzimet dhe se nisma nuk ka prapavi politike. Ai më tej ka thënë se pavarësisht hapësirave të përbashkëta, misionet e dy vendeve do të jenë të ndara dhe nuk do të ketë diplomaci të përbashkët me Serbinë. Është një ide e vjetër, për realizimin e të cilës po punojmë për një kohë të gjatë, jo vetëm me Serbinë, por edhe me Turqinë, Sloveninë dhe Malin e Zi. Ideja është që të kursejmë mjete financiare për Tiranë. Atje ku kemi hapësira më të mëdha, tua mundsojmë qasjen përfaqësuesve diplomatik të shteteve të tjera, ndërsa diku tjetër ata të na i mundësojnë neve. Pra do t'i ulim shpenzimet duke shfrytzuar hapësirat e dikujt tjetër. Në këtë iniciativë nuk ka prapavi politike. Analisti Sefer Tahiri vlerëson se përmes kësaj iniciative qeveria maqedonase tenton të forcojë raportet me Beogradin më tepër se me vende tjera fqinje si Shqipërinë dhe Kosovën, gjë që sipas tij është hap i gabuar. Në një farë mënyrë qeveria e Maqedonisë edhe më parë ka shfaqur pra tendenca të këtilla, por tani më haptas shfaq se është për ndërtimin e raporteve të shkëlqyeshme me Beogradin dhe raporteve në nivel mesatar me vende tjera. Konsideroj se nëse kjo praktik do të vazhdoj dhe do të zbatohet, atëherë njëjta gjë duhet të vlej edhe për fqinjtë tjerë, konkretisht edhe për Kosovën dhe Shqipërinë. Iniciativa për përfaqësi të përbashkëta diplomatike mes Shkupit dhe Beogradit është kundërshtuar edhe nga partia e ish-kryeministrit Ljupço Georgievski, VMRO Popullore. Kjo parti opozitare akuzoi qeverinë se përmes kësaj nisme do t'i shkatrojë ambasadat e Maqedonisë që me shumë mund u hapën në fillim të viteve të 90-ta pas pavarësimit të vendit nga ish Jugosllavia. Riyad Murati, Top Channel.